Njëri ndër liderët e Vlenit, Bilal Kasami, ka hedhur sot akuza serioze ndaj liderit të BDI-s Ali Ahmeti për lidhje të ngushta me regjimin serb. Kasami thot se ka prova të cilat dëshmojnë se Ahmeti me familjen e tij po i shet pasuri bankës së regjimit të Aleksandar Vučićit. Sipas tij, Ahmeti është personalisht përgjegjës për futjen e botës serbe të Aleksandar Vučićit në Maqedoni dhe për futjen e bankave serbe. Sot para jush paraqesim prova për aferën më të madhe politiko-financiare që e lidh liderin e BDI-s Ali Ahmetin me regjimin e Aleksandar Vučić në Serbi. Kompania AS Senjak nga Kërçova, e njohur për opinionin për shumë skandale tjera, e cila është në pronësi të mikut Ali Ahmetit, përkatësisht babait të gruas së djalit të tij, ka poseduar mira aksione në Stopanska banka Manastir. Këto aksione në pronësi të familjes Ali Ahmetit janë shitur pikrisht te Alta Banka nga Beogradi në pronësi të Davor Mecura, një nga bashkëpunëtorët më të afërt dhe bank lidhur drejt për drejt me regjimin serb të Aleksandar Vučić. Kjo shitje ka ndodhur me 17 nëntit 2025. Ai më tej shtoi se kjo është provë që Ahmeti nuk është vetëm partner politik me njerëz nga Serbia, por edhe pjesë e rrjetit financiar të Vučićit. BDI për 20 vjet manipulon qytetarët duke folur për patriotizëm, ndërsa pas perdes shesin kapital të regjimi serb. Me këtë, Ali Ahmeti dhe njerëzit e tij e vënë drejt për drejt në rrezik sistemin financiar dhe e bëjnë shtetin të varur nga Beogradi. Shqiptarët i kthejnë përsëri në varësi të qendra serbe. Vlen publikisht akuzon Ali Ahmetin se është partner financiar i Aleksandar Vučićit dhe se përdor fuqinë e tij politike për interesa personale dhe familjare në biznes. Qytetarët duhet ta dinë se BDI nuk është parti politike që i mbron shqiptarët në Maqedoni të Veriut. BDI është firma private e Ali Ahmetit që shërben për pastrim parash, për korrupsion dhe pasurim personal. Kujtojmë se opozita shqiptare e posaçërisht BDI vazhdimisht akuzon Vlenin se po ndihmon futjen e ndikimit të botës serbe në vend. Së fundmi ata kanë akuzuar se përmes bankës serbe, qeveria po lejon kolonizim ekonomik e politik të agjendës serbe.